Autopsia dhe identifikimi i 59 personave që humbën jetën nga zjarri në Koçan është ende në proces, njofton drejtori i Institutit për Mjekësi Ligjore dhe Kriminalistik Aleksandar Stankov. Procedura, tha ai, do të përfundojë kur të përfundojë autopsia dhe identifikimi i të gjitha trupave. Stankov shtoi se identifikimi i viktimave nuk bëhet vetëm me autopsi, por edhe me analizë të ADN-s. Bëhet fjalë për dy procese paralele. Paralelisht po bëhen autopsit dhe analizat e ADN-s. Presim që puna të përfundojë shpejt në mënyrë që trupat të merren nga familjarët, tha Stankov. Nga ana tjetër, Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari dhe ai i punëve të jashtme dhe tregtisë, Timço Mucunski, kanë vizituar gjatë ditës së sotme të lënduarit nga zjarri në Koçan, të cilët janë të shtruar në spitalin Papa Nikolao dhe atë ushtarak në Selanik. Taravari njofton se pacientët janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa ka falendëruar kolegët në Greqi për ndihmën. Sot në orët e hershme të mëngjesit së bashku me ministrin për punë të jashtme, Timço Mucunski dhe me doktor Ilir Velën erdhëm në Selanik për të parë gjendjen e pacientëve të shtruar këtu. Sapo dal nga spitali Papa Nikolao General Hospital dhe spitali ushtarak në Selanik, të 5 pacientët që janë shtruar në këto spitale janë për momentin stabil. Falenderoj kolegët tanë të Selanikut, popullin dhe qeverinë greke për përkushtimin dhe ndihmën e tyre. Do ju mbajmë të informuar për pacientët e tjerë, shkruan Taravari. Në zjarrin e ndodhur më 16 mars kanë humbur jetën 59 persona, ndërsa mbi 140 të lënduar janë trajtuar brenda dhe jashtë vendit. 14 persona kanë përfunduar në paraburgim, mbi 20 persona janë të dyshuar për vepra të rënda penale kundër sigurisë së përgjithshme dhe nxitjen e rrezikut të përgjithshëm. Sipas hetimeve të deritanishme nga institucionet, diskoteka nuk kishte rrjet hidratanti dhe mjaftueshëm aparate PP, përdoreshin materiale piroteknike në mënyrë të paligjshme, nuk kishte leje pune të ligjshme dhe nuk ishte lidhur asnjë kontratë me shkrim mes organizatorit dhe grupit interpretues.